duke e pasur Semin shoqe të ngushtë, të gjithë po e shanin, ndërkohë që nuk ishte e vërtet asgjë nga ato që komentoi. Në ato kushte që ndodhej Semi doja ta ndihmoja, prandaj isha. Pjesa tjetër pastaj ishte e paplanifikuar. E dija që mund të ngacmohesha për Donaldin, më parë ju thash që nuk doja ta takoja, ama nëse kërkon të më takoj, patjetër mbështetjen doja jepja. Atmosfera ishte e bukur se dhe Donaldi e kishte treguar historinë ton aty brenda, tregoi moderatorja. E pyetur nga Romeo nëse ishte penduar që e takoj Donaldin në Big Brother, Bora tha se duhet ta kishte menduar më mirë, sa i përket tradhtisë së Donaldit me Beatrix Ramosajn brenda Big Brother VIP. Bora tha se për të ishte e vështirë sepse komentoi çdo gjë, aq shumë. Qesh, nuk di të them a jam penduar apo jo, por ndoshta duhet ta kisha menduar më gjatë nëse duhej apo jo ta takoja. Nëse do kthehesha pas në kohë. Nëse do isha në atë moment prap po do thosha, por nëse më pyet sot do thosha jo, duke e parë se çfarë ka ndodhur gjatë gjithë vitit, po ta dija se si do shkonte e gjithë historia. Ka qenë e vështirë se ishte në sy të publikut dhe u komentuan shumë gjëra personale, rrëfeu Bora, aktori dhe këngëtarja nisën romancën pasi Donaldi puthi Bora Zemanin brenda shtëpisë, kur ajo shkoi për të takuar miken e saj Semni. Por, lidhja e dashurisë së Beatrix Ramosajt dhe Donald Veshajt mbaroi ende pa filluar mirë. Krisja e marrëdhënies së tyre nisi pas daljes së këngëtares nga Big Brother VIP dhe me mbylljen e spektalit përfundoi edhe romanca e tyre, pas ndarjes nga aktori i humorit. Beatrix Ramosaj u shpreh se dashuria e marrë nga fansat është përtej imagjinatës së saj dhe se kishte menduar ndonjëherë që do përjetonte diçka të tillë. Dashuria dhe mbështetja që kam marrë nga fansat e mi është përtej imagjinatës. Jam me lot në sy teksa e di që njerëzit kujdesen për mua. Asnjëherë në jetën time nuk e kam menduar se do përjetoja këtë.